U rikthyem sërish të nderuar dëgjues në këtë pjesë të fundit me Ardian Koçin, fituesin e çmimit Euro Natur për 2025, një çmim shumë i rëndësishëm për të gjithë ata që kanë një uritë minimale në fushën e mjedisit dhe mbrojtjen e natyrës. Ish drejtor i Agjencisë Administratës së Zonave të Mbrojtura Fier ose Parku Kombëtar Divjak Karavastat, siç e njohin gjithë. Ardian, folëm për shumë gjëra natyrisht për të diskutuar mbi problematikat që ka një zonë mbrojtur për mënyrë veçantë Parku Kombëtar Divjak Karavastat, mënyra se si ju e kishit konceptuar, menaxhuat, bashkëpunimet të pafundme me nivele dhe kategori të ndryshme, organizatash, individësh. Më vjen në vëmendje edhe një pjesë e parkut që dikur jo se ishte lënë harres, por nuk ka patur vëmendjen e dur, një histori që dua ta ndaj me dëgjuesit. Në vitet e para kur ishte drejtor, kishte krijuar një koncept që pjesa e sipërme e zonës së mbrojtur, ajo që quhet nga ne pylli i Gjenerukës, po pjesë e Parkut Kombëtar Divjak Karavastat, pjesa mbi rrugën që lidh Divjakën me klubin e shoferit, ishte një pyll i cili në vitet pas tranzicionit u dëmtua pothuajse u shfaros, u pren në mënyrë barbare. E mori veten sepse natyra bën sajnë dhe gjeneron plagë edhe më të mëdha se sa kjo, ka rikuperuar vulkane dhe armë bërthamore. Në një bisedë që kemi bërë së bashku dhe me një specialist tjetër, Fadil Malkon, në një nga vizitat e shumta që kemi bërë pranë parkut, juve tregonit si një histori shumë interesante që në fillimet tuaja keni këmbgulur për të mos lejuar baktit në pyllin e Gjenerukës sepse dëmtonin, ndoshta dëmtonin atë kohë se ishin pemët, ato shkurrët dhe pjesa e pyllit ishte ende në fazë jo të zhvilluara në lartësi. E më pas 2-3 vjetësh ju po vetë ngritët këtë shqetësimin që bëra gabim që frenova tufat e baktive sepse janë mbajtësit më të mirë të hapur të shtigjeve. Kjo më ka ngelur në kujtesë. Cili është komenti juaj? Çfarë roli kanë baktit në shtigje dhe pylli i Gjenerukës? Kohët e fundit ka filluar të frekuentohet. Ka një në kurrizën e tij të epërm atje ku ndahen kodra, ndan ujërat mes lindjes dhe perëndimit, ka qenë një shteg ose një rrugë të cilën në kohët e fundit Bashkia Divjak Paris vërtetës e ka kaluar dhe e ka bërë pak më, si thua, ato kanë qenë rrugë që janë bërë në kohën e shpim kërkimit të gazit, në mos gaboj apo jo. Po. Dhe ashtu quhet rrugë e gazit. Ka patur disa reparte ushtarake dhe një infrastrukturë që e cila nuk u vu dorë prej shumë vitesh. Në fakt, në pylli i Gjenerukës, çfarë hapësire zë dhe çfarë rëndësie ka në Parkun Kombëtar Divjak Karavastat? Në mos gaboj tash pylli i Gjenerukës, pjesa e Parkut Kombëtar Divjak Karavastat që zë faqen perëndimore të kodrës së Divjakës, mund të jetë 2300-2500 hektarë, dhe është pak i bukur, për mos thënë mbas edhe më i bukur se sa pylli i Pishës. Por është pak i njohur sepse gjithmonë turistët shkojnë në pyllin e Pishës, pranë plazhit, ka më shumë struktura pritse për turistët, struktura ndihmëse për turistët, dhe pak i njohur pylli i lartë. Por është një pyll shumë i bukur, për fat keq i dëmtuar që në kohën e monizmit, sepse që me shpillëzimet për fitimin e tokave bujqësore, u shpillëzua një masë e madhe këtij pylli, dhe mbas 90-s, në vitin 97-98, ai pyll është rrafshuar për tokë, për të ushtryer për lëndë drushore. Për fat e ka rimarrë veten, mas vitit 2000 është ruajtur të themi mirë, e gjeta në një fazë të rritur, por akoma delikat në drejtim të filizerisë, prandaj ngula këmbë që të largonin tufat e baktive nga ajo pjesë e parkut. Çfarë sjell baktia, kryesisht sigurisht që dëmton filizerinë. Një pyll që është në rritje, ka nevojë shumë që të mos shqetësohet. Por vjen një moment që mundet në mënyrë të kontrolluar në zona të saktuara të ketë tufa, sepse mirëmbajnë edhe shtigjet e lëvizjes
rojeve të parkut të turistave në kushtet që kishim ne që pa mundur hapin atyre shtëpijeve në zonën e Kodrës. Por mendoj që një atrakcion akoma them dhe më i bukur është ai pyll atje në Kodër. Vetëm se duhet bërë shumë kujdes në drejtim të menaxhimit të tij. Do sqaroj edhe një gjë tjetër, që duke qenë se ai pyll ndodhet në përdorimin në zonën e përdorimit të qëndrueshëm dhe tradicional, ne kemi përdorur atë edhe në drejtim të sigurimit të lëndës drusore për djegje për familjet në nevojë. Në këtë mënyrë ne realizuam atë zbutjen e impaktit negativ që mund të ketë shpallja zonë mbrojtur e një pylli ku popullsia vendase tradicionalisht ka siguruar duke zjarrit dhe me shpallje zonë mbrojtur sigurisht nuk lejohet më pasaj që gjithsekush hyjë edhe të presi atje brenda sepse penalizohet. Ne arritëm ta menaxhonim këtë situatë duke bashkëvepruar me bashkim të cilët na paraqisin një listë emrash të familjeve në nevojë. Ne kemi punuar me fshatrat Miz, Zëng, Zharnec edhe Kryekuq dhe për 3-4 dimra me radhë ne i siguronim atyre nga 4 deri në 5 metro dru zjarri pa kosto, do të thënë nuk kishin asnjë pagesë për të paguar shtetit, por paguanin vetëm punëtorët që punonin aty, që ishin pjesë të komunitetit tyre, të zgjidhur prej tyre, në mbikëqyrjen e punonjësve tanë. Çfarë realizonin në këtë mes? E para, impakti negativ, duke krijuar një bashkëpunim miqësor me banorët të zonës, me komunitetin, dhe e dyta, duke qenë se ishte një pyll i prerë dhe i rritur rishtazi, filizeria ishte shumë e dëndur dhe kërkonte ndërhyrje përmirësuese në ekonomitë pyllore. Dhe në këtë mënyrë me filluam rrallimin e saj. Është një praktikë shumë e njohur. Pra dhe mirëmbajtje të masës pyllore edhe kënaqënit njerëzit e prekur. Po, duke sjellë rrallimin ne bënim të mundur rritjen e volumit. Po, sa më fuqishëm për të hyrë te drita e diellit. Rritjen e volumit drusor. Dhe kjo gjë mund vazhdonte pambarim, sepse prodhimi aty është pambarim. Mendoj që për të realizuar për një vit rreth 200 familje që kishim aty, neve përmirësuam rreth 15 hektarë. Mendoj sikur të përmirësosh çdo vit 100 hektarë. Për të arritur në fund fare, le të kesh prapë më e para. 1300 hektarë duhen 23 vjet. Do me thënë për 23 vjet është bërë gati përsëri ajo e para që ke prerë ti që ke përmirësuar. Do me thënë ajo vazhdon në mënyrë zinxhir dhe popullsia furnizohet gjithmonë me lëndë drusore. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë e bashkëtesës së komunitetit me natyrën. Pikërisht kjo është ajo mënyra që duhet synuar sot. Por ana burokratike e Shqipërisë të arrin të çonte në një vend që të jepte më shumë stres se sa kënaqësi kur realizojë një gjë të tillë. Megjithatë, ju dilini të gjeni urë dhe rrugët e bashkëpunimit. Kohët e fundit Ardian ka marrë një vëmendje të shtuar ecja me bicikleta dhe sidomos ecja në përshtigje e këmbësorëve e njerëzve që pëlqejnë natyrën. Sidomos në zonat me pyje, kjo është akoma dhe më e mirë. Ju e njihni mirë pyllën e Gjenerukës ashtu sikurse atë të Divjakës. A mendoni se do ta dëmtonte frekuentimi i disa shtigjeve me bicikleta nga personat apasionur ose ecja në përkëmbë në këto shtigje në pyllën e Gjenerukës? Në qoftë se ndiqen rregullat që ka një park kombëtar, absolutisht nuk sjell asnjë lloj dëmi. Bile me kënaqësi, sigurisht që nuk duhen lejuar mjetet e motorizuar në disa zona. Pjesa tjetër është krejtësisht miqësore. Ardian, ka shumë gjëra për të diskutuar së bashku. Unë të falenderoj që në një ditë të lodhshme pune, por një pyetje nuk mund të rri pa e bërë. Në fund të kësaj interviste të gjatë dhe falenderuese për ju dhe për çmimin që keni marrë.
Po tentoni të riktheheni prapë natyrës, jeni duke kërkuar një punë që t'ju mbaj pranë natyrës? Nuk mund të largohem dot nga natyra. Puna që bëj sot është një punë të themi e zakonshme, nuk jam në zyrë, nuk jam zyrtar, por punoj duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me natyrën. Paktën kjo ishte një nga kriteret e punës që u kërkoja. Eci shumë nëpër Gjermani, në pjesën e Bayern ku jam vendosur, sodis shumë natyrën, dhe në fundjavë gjithmonë dal me familjen për ta shijuar akoma më mirë, dhe kjo më jep atë kënaqësinë edhe nuk ndjej lodhjen gjatë punës. A do kthehem për punua ndonjëherë për natyrën? Unë gjithmonë nuk do rresh punuari për natyrën. Është ndryshe puna që bëhet si një person dhe ndryshe puna që bëhet për të ruajtur natyrën si një zyrtar, sepse në rastin e zyrtarit, ke zbatimin e ligjit, ke edhe disa fuqi më tepër që t'jep ky ligj për ta mbrojtur natyrën. Asnjëherë nuk thuhet kurrë. Në momentin që më komunikua dhënia e këtij titulli, isha sigurisht në një moment të vështirë, të largohesh nga vendi jot, një vend ku kishe punuar gjithkohë dhe kishe menduar që ta mbylli atje karrierën tënde, të largohesh të marrësh rrugën e emergjimit, nuk është pak. Vlerësimi që bën autoritetet vendase po ashtu. Dhe kur u telefonova nga organizatorët e eventit, që unë isha shpallur njeriu vitit 2025, pata një rilindje, sepse mu vlerësua një punë që tashmë edhe unë vete kisha harruar. Dhe jo nga nivelet vendase, pa nga nivelet shumë të larta. Sigurisht, nga të huajt. Kjo do të thotë që puna asnjëherë nuk mbetet e pavlerësuar dhe në momentin që, siç e thatë juve, menduat se ajo ishte harruar, mori vlerësim më të lartë kohës. Ardian Koçi, unë të falenderoj për gjithë shka që ndat me ne dhe të dëgjuesit e Radio Lushnjës, miqtë tuaj të zonës ku jeni lindur e rritur, dhe do të uroja dhe shpresoja që kontributi juaj për natyrën edhe nga distancat mos arresht kurrë, jo vetëm për vendin ku jeni, Gjermaninë, por për çdo vend në mënyrë të veçantë. Këto receta do të ishin me interes dhe për Lushnjën, Shqipërinë dhe për gjithë ata që kanë pasion dhe dëshirojnë që të kenë një mjediz sa më të mirë. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndërpresim këtu këtë komunikim me Ardian Koçin, fituesin e çmimit Euro Natur për 2025-ën. Një person që e kishim, po s'ditën ta mbanin, na e morën gjermanët dhe ata ditën ta vlerësojnë. Unë ju lë shikim të këndshëm, ju lë një fundjavë të mbar të gjithëve, kalofshi sa më mirë dhe miru takofshin të premten e ardhshme. Dëgjuat emisionin U dhe Kryq me gazetarin Shkëlqim Bylykbashi. Ky emision u mundësua nga AIKA, krenaria e produkteve të qumshit të qytetit tonë në gjithë Shqipërinë. Nëse shëndeti është i rëndësishëm për ju, konsumoni vetëm produkte AIKA.